Efektivi i forcave shqiponja Edison Adri, që u plagosi pasojë shkëmbimit të zjarrit në Lozhan të Maliqit nga Violant Braçellari, është transportuar me helikopter në spitalin e traumës në gjendje të rëndë. I riu ndodhet i intubuar me plagë në pjesën e qafës dhe të nofullës, por mjekët shprehen se ndodhet në gjendje stabil. Pacienti është pritur në spitalin e Korçës, është stabilizuar aty, është aktualisht intubuar, siç e patë erdhi me helikopter. Është bërë punë shumë e mirë nga kolegët e Korçës, ndërkohë që tani u fut menjëherë në brenda ambienteve të bllokut operator dhe po vlerësohet nga ekipi multidisiplinor me reanimator, kirurg oromaksilofacial, otojatër dhe kirurg përgjithshëm. Do dim t'ju themi më shumë për ecurinë në vijim, për momentin unë themi vetëm që po bëhet maksimumi për të marrë rezultatin maksimal për shëndetin e pacientit. Efektivi plagosur pas drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita u vizitua dhe nga ministri i brendshëm Besfort Lamallari. Duke i quajtur një ngjarje tragjike, Lamallari kërkoi hetim të plotë ngjarjes dhe për mënyrën se si është organizuar operacioni për kapjen e autorit. Çdo situatë e tillë kërkon vëmendjen maksimale dhe një hetim të thelluar mbi përgjegjësitë disiplinore dhe ligjore për në menaxhimin e situatave dhe patjetër në komunikim dhe me drejtorin e përgjithshëm. Ju siguroj se një hetim i tillë po vjen. Kjo është një apel për çdo drejtues, i cili duhet me përgjegjësinë më maksimale, më të lartë, rreth parë të garantojë jetën dhe shëndetin e kolegëve të tyre. Dhe më pas është edhe koha për përgjegjësitë morale dhe ligjore. Ndërkohë autori Violant Braçellari është nisur nga spitali i Korçës dhe ka mbërritur dhe ai në spitalin e traumës me ambulancë. Ai ka marrë një plumb në bark dhe 2 plumba në pjesën e dorës, ndërsa mjekët thanë se është në gjendje të qëndrueshme.